Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga 1 maj pa kontrole në kufirin Kosovë-Shqipëri, të dhënat e fundit nga dogana e Morinës tregojnë se deri në mesditën e së shtunës në territorin e Shqipërisë hyn rreth 4300 shtetas dhe rreth 2000 mjete, ndërsa në Dali u regjistruan 3800 shtetas dhe rreth 2000 mjete. Për të përballuar fluksin, autoritetet po punojnë me të gjitha sportelet dhe për të shmangur pritjet e gjata gjatë kontrollit në doganë. Maqedonia e Veriut shton shërbimet online për qytetarët. Në portalin kombëtar për shërbime elektronike ofrohet dhe dëshmia penale për personat fizik dhe për personat juridik. Shërbimi i ri për vërtetim digjital të dëshmisë së penalitetit plotëson paketën e shërbimeve më të rëndësishme të digitalizuara për qytetarët, përveç atyre që janë në dispozicion: certifikatet e lindjes, certifikatën e shtetësisë dhe certifikata për pronësinë e automjetit. Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, duke njoftuar përgjithësi në konferencën për media, tha se bëhet fjalë për shërbimet më të përdorura nga gjykata themelore, të cilat së bashku me plotësimin e paketës së certifikatave gjyqësore, për të cilat qytetarët dhe kompanitë kanë nevojë çdo ditë, përbëjnë paketën e mosdënimit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova kujton personat e zhdukur nga lufta. Presidenti i Republikës në ditën kombëtare të të zhdukurve me dhunë shkruan se ata që mungojnë një plaga më e thellë e luftës. Sipas Vjosa Osmani, drejtësia për ta është një premtim që nuk shuhet kurrë. Përmes rrjeteve sociale ajo shkruan se pas 26 vjetësh nga përfundimi i luftës, Serbia vazhdon të refuzojë hapjen e arkivave që mbajnë të dhëna për të zhdukurit me dhunë dhe për varrezat masive. Ky refuzim është përsëritje e përditshme e krimit, jo vetëm ndaj viktimave, por ndaj familjeve të tyre dhe ndaj gjithë Kosovës, shkruan kreu i shtetit në Kosovë përmes rrjeteve sociale. Kryeministri Albin Kurti kërkoi të rritet presionin ndaj Serbisë për hapjen e arkivave dhe zbardhjen e të vërtetës për krimet e luftës të kryera në Kosovë. Shefi i qeverisë tha se kjo është e nevojshme për të sjellë drejtësi dhe për të ndëshkuar përgjegjësit për genocidin që ndodhi në vend. Është domosdoshme këmbgulësia dhe efikasiteti i sistemit tonë të drejtësisë, por gjithashtu edhe mbështetja ndërkombëtare për këto krime të pazbardhura, të cilat kërkojnë përgjigje sa më parë, apelon Albin Kurti. Shefi i qeverisë përkujtoi masakrën 27 prillit 1999 në Mej dhe në Korenic, ku 376 civil shqiptar u vranë nga forcat serbe. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur në Kosovë, Andin Hoti, tha se të zhdukurit janë një plagë kolektive që prek tërë shoqërinë kosovare. Ai nënvizoi se nuk mund të ketë normalitet pas bardhjen e së vërtetës dhe vendosjen e drejtësisë. Të zhdukurit dhe plaga jonë nuk është individuale, por është një plagë që prek gjithë shoqërinë tonë. Është një plagë që nuk mund të ketë normalitet, siç kam thënë edhe hera të tjera, pa u zgjidhur, pa u treguar vërteta dhe pa ardhur drejtësia në vend. Sipas Hotit, të zhdukurit nuk mund të harrojnë as të shërojnë vetëm me kalimin e kohës, por vetëm atëherë kur e vërteta të dalë në dritë dhe drejtësia të vjetë në vend për secilën familje. Të zhdukurit nuk mund të shërohen si plagë vetëm me kalimin e kohës. Kjo plagë do të shërohet vetëm atëherë kur drejtësia do të vjetë në vend, vetëm atëherë kur e vërteta do të tregohet familjeve. Siç e dim tashmë dhe që po e potencojmë që disa herë, zhdukjet, rastjet apo edhe dërgimi i trupave me frigoriferë dhe pajisje ndryshme në varreza masive në Serbi nuk janë thjesht akte lufte. Ato janë krim kundër njerëzimit, ato janë gjenocid i pastër. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.